Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur në prokurorinë e posaçme në zbatim të masës detyrim paraqitje për aferën Partizani. Pas daljes nga SPAK, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk nguroi me akuzat për kreun e SPAK Altin Dumanin, të cilin e quajti shërbëtor të Edi Ramës. Berisha sulmoi edhe gjyqtarin Irena Gjoka, duke thënë se rezulton e dënuar me 3 muaj burg dhe gjop për falsifikim në vitin 2005 nga Kolegji Penal i Janinës. Ai deklaroi se dokumentin do ta paraqisin si provë, ndërsa hodhi akuzat se administrata amerikane e Joe Biden u përpoq që ta fshite këtë dokument pasi mund të hidhej në reforma në drejtësi. Njeriu që kryeson gjykatën speciale të shqiptarëve ishte një delinkuente e pa ftyrë, e pa moral, e pa karakter, e dënuar me burg në vendet fqinj dhe përdorej si sklave nga Edi Rama dhe regjimi aktual. Irena në 5 mbiemra është dënuar, Irena me 5 mbiemra e përfolur për shfete gjysmilionshe. Jo në një, por në disa raste. Rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga Kolegji Penal i Janinës me burg dhe gjop. Avokatët e Berishës këtë dokument lajmëruan se do ta dorëzonin GKKO në seancën paraprake ku pritet të vendoset kalimi ose jo përgjykimi dosjes së aferës Partizani e të pandehur Berishën dhe 3 të tjerë. Ndaj ish-kryeministrit Berisha rëndon akuzë korrupsionit. Dhëndri i tij Amar Bullmaltezi, aktualisht në arrest shtëpie, si dhe biznesmeni Fatmir Bektashi akuzohet për korrupsion në pastrim parash, ndërsa ndaj 2 të tjerëve, ortakut të Maltezit Xhimi Begaj dhe Andja Pustinës, financierës së kompanisë Home Plan, rëndon akuza e pastrimit të parave.